Të nderuar shqiptar, të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të mediumeve, sot realizuam një proces zgjedhor të paparë deri më tani. Ne I plotësuam të gjitha standardet gati si në Europën perëndimore, një proces zgjedhor ku nuk shënoi askund incidente apo parregullsi. Është një shembull unik gjatë këtyre 22 viteve në Maqedoni, që gjithmonë proceset zgjedhore janë shënuar me presione, me shantazhe, me ndërhyrje të ndryshme nga politika. Për herë të parë, as opozita, po as pozita nuk ka asnjë ankesë dhe procesi është përmbledhur në formën dhe mënyrën më të mirë. Të nderuar shqiptar, AKI kërkoi që shqiptarët të dalën në referendum. Dhe ne ju përgjigjëm të gjithë atyre dhe dolëm në referendum, andaj të gjithë shqiptarët votuan pa hezitim, mbështetën Vlenin, I dhan përgjigjen Ali Ahmetit dhe I bëj ftesë nga këtu të bëhet burr edhe të hap dorëheqje pasi që referendumin e bën shqiptarët dhe Vleni ka fituar në gjitha komunat shqiptare, përveç se ashtu siç u kam thënë në fushat, në Pllastic ku skemi në kandidat, aty ka fituar BDI. Vlen ka fituar me rezultat super të mirë në Çajir, në Saraj, në Araqin, ka fituar në zonën 6, në Tetov, në Zhelin, në Tears, në Bogovin, në Bervenic, në Dibër dhe vazhdon fitoria jon edhe në pjesën tjetër që janë në rrjedh numrimi I votave. Të nderuar qytetar, nga këto zgjedhje shqiptarët I dhanë një goditje gjithë atij manipulimi shumë vjeçar të presionit të BDI-s dhe ne nga sot shqiptarët I çliruam edhe nga pushteti lokal që e kishte BDI-ja deri më tani, po ashtu duke ju bashkangjitur pushtetit qendror dhe siç e keni vërejt sot, kam marrur komplimente nga gjithë ato qytetarë, pavarësisht kush do të fitoj, nuk mbahet mend një proces I këtill I votimit ku askush, askujt nuk I ka bërë presion, secili e ka ushtruar të drejtën e votës në mënyrë demokratike, gati se si në shtetet skandinave. Ky rezultat është I pastër si loti, ky rezultat certifikon legitimitetin e Vlenit për të qeverisur në nivel qendror edhe 3 vite dhe për të menaxhuar me komunat që I ka fituar në zonën 6, në zonën 1 dhe D dhe që janë në proces edhe komunat në zonën 5. Andaj, përsëri do I kisha bë thirrje Ali Ahmetit, qofse ka pak burni, të jap dorëheqje, ja kemi rrit pensionin për 5.000 denar më shumë se radhë. Të shkoj në pension. Ne presim që edhe në Tetov të përmbyllen kutitë e votimit gjithë, ta mbyllim me raundin e parë, ndërsa në Zhelin jemi me mbi 1.000 vota në përsi, në Tears me mbi 1.000 vota në përsi, në Bervenic me 1.000 vota e përsi, në Bogovin është mbyll, do me thonë I gjithë procesi votimit edhe atje është fitoria e Vlenit. Kështu që gjithku drejtohet. Ras se keni diçka për të pyet, urdhoni. Ali Ahmet,
Hajde, Sara, hajde. Të nderuar qytetar, të nderuar simpatizant, aktivist të Vlenit, të nderuar përfaqësues të medjave, ashtu siç u përmend nga shefi i shtabit në nivel qendror, dua t'ju informoj që në Tetov jemi në përsi mbi 4.000 vota. Dhe procesi i numërimit është duke vazhduar. Unë si shef shtabi bashkërisht me shtabin e Vlenit në Tetov, ju ftojmë të gjithëve simpatizantëve të Vlenit, qytetarëve, aktivistëve që në ora 10 e gjysmë sonte të dalim në qendër të qytetit ku bashkërisht do të festojmë dhe do të jetë edhe kryetari Kasami dhe do të prononcohet për mediumet aty. Vlen ka fituar në shumë vendbanime me e përsi të thellë ku kemi pasur vendbanime që kemi fituar edhe 2-1 apo 3-1 dhe në vendbanime ku edhe 4-1 diferencë. Ka fituar në vendbanimet e Malësisë të Tetovës, ka fituar në Poroj me 550 diferencë, ka fituar në Tetex1 me mbi 400 diferencë, në Teqe mbi 300 diferencë, në Qarshit e Epër me 150, në Lagjen Migjeni 550 vota diferencë. Në fshatin Gjepçisht 300 diferencë, në Lagjen Tetex2 550 diferencë, në Drenovec 250 diferencë, në Reqis të Vogël 100 diferencë. Edhe në vendbanimet tjera të cilat kemi fituar, ku pasi të përfundon procesi zgjedhor apo të përfundon numërimi i votave, do t'i merrni informatat e sakta. Atë që tha shefi i shtabit nivel qendror, unë do të përsëritem që për herë të parë në Maqedoni të Veriut, posaçërisht në vendbanimet shqiptare, ka një proces zgjedhor demokratik, pa shantazhe, duke mos e keq përdorur policin, duke mos e keq përdorur institucionet shtetërore për të shantazhuar qytetarët. Procesi ka qenë demokratik dhe qytetarët e kanë shprehur vullnetin e tyre nga Likova e deri në Struk. Bravo! Po qëtuvani simpatizeri, po qëtuvani aktivisti, po qëtuvani građani, po qëtuvani predstavnici na mediumi.